Sot dyshoj se që Gjoni ai cili shtiu në ndërkohë si bande sikur pollite, ka. Respekti për të moshuarit, për të vdekurin apo raporti me Zotin janë disa prej tematikave kryesore që shfaqen në dramën Dr. Schuster, përmes një trupe aktorësh nga Shqipëria e Maqedonia. Një vepër e shkruar nga autori serb Dušan Kovačević vjen në regjinë e Qëndrim Rianit. Dr. Schuster është një dramë ose më saktë një komedi dramatike ballkanike që unë jam munduar ta trajtoj me rregullat e komedisë zezë. Përmes karrocave është metafora për të zbërthyer keqardhjen tonë për invalidët, kurse ana figurative është handikapi i gjithë shoqërisë sonë ballkanike në raport me gjitha të vërtetat tona tronditse. Për aktorin e mirënjohur Zamir Akita, kjo vepër përmban jo vetëm vlera estetike, por edhe një mesazh të thellë dhe të dobishëm që prek kulturën ballkanike. Ne vim pranë publikut Korçës me një vepër shumë të bukur, me një mesazh të fortë dhe emocion të mirë. Një emocion për të cilin publiku i Korçës ka nevojë. Kësaj here ne kemi në rolin kryesor sot Iraq Bratkon. Këtij suksesi do t'i bashkohet, jam e bindur, interpretimi virtuoz i Dritro Ames, një aktor që vjen nga Teatri i Shkupit, nga Maqedonia, sepse bashkëpunimet e Teatrit të Korçës tashmë prej vitesh janë shumë të hapura. Vepra Dr. Schuster do të luhet në Teatrin e Korçës të premten të shtunën e të dielën në orën 19, ndërsa nuk lejohet të ndjeken personat nën 14 vjeç për shkak të fjalorit dhe skenave tronditse që shfaqen her pas here.